Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fox News. Mirë se vini në emisionin Pakollare. Unë jam Urim Tusku dhe natën e sotme ne do diskutojmë si temë ose si dy tema që kemi përzgjedhur të aktualitetit, të cilat kanë të bëjnë me politikën shqiptare, sidomos me formimin e koalicionit opozitar i cili përbëhet prej 26 partish politike, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Por për të diskutuar më gjerë në lidhje me këtë çështje, me këtë koalicion, le të themi të madh, të përmasave shumë të mëdha në numrin e partive, unë kam të ftuar si gjithmonë në studio kolegët e mi të nderuar, duke filluar me zotin Dritan Laci, mirë se erdhe Dritan, faleminderit, dhe zotin Reldar Dedaj, mirë se erdhe Reldar. Tema, siç edhe e anonçova të nderuar kolegë që në hyrje të emisionit, kishte të bënte ose do të ketë të bëjë me partitë politike të cilat janë bashkangjitur Partisë Demokratike si një nga forcat kryesore opozitare në vend dhe e cila pretendon të vijë në pushtet. Me këtë koalicion të stërmadh, le të themi opozitar, me partitë të cilat rrisin trenin e opozitarizmit në vend, por që një opozitë e cila e përkthyer me vota në terren, me sa duket ka shfaqur një lloj skepticizmi tek opinioni publik, por edhe tek media, të cilat pothuajse në fokus kanë pikërisht emra të përveçëm, siç është Kujtim Gjuzi dhe Selami Jenisheri, të cilët përfaqësojnë secili prej tyre nga një parti. Njëri më duket partinë e pensionistëve dhe dikush dhe Gjuzi partinë e liberale të drejtave si e ka konservatore Albania. Dhe duke di, Reldar, si të duk ky koalicion, si një tren i stërmadh, le të themi, me 26 vagona? Tani, para që të shkojmë te koalicioni, është raporti i Partisë Demokratike me krijimin ose me ngjalljen e besimit tek qytetarët shqiptar. Pra, çfarë ka bërë Partia Demokratike për të ngjallur këtë besim ose për të krijuar përshtypjen apo iluzionin në shoqërinë shqiptare se rotacioni politik është i mundshëm. Për hir të vërtetës, duke parë nivelin ekonomik, duke parë barrën e buxhetit shqiptar që cilën e mbajnë familjet shqiptare dhe çuditërisht, dhe kjo është fatkeqësi, çdo njeri në këtë vend që jeton të paktën ose ka zgjedhur të jetojë në Shqipëri e konsideron si të shenjtë krijimin e kushteve për ta bërë sa më konkret rotacionin politik. Atëherë, zoti Berisha, unë do thoja për arsye të ndoshta edhe konjunkturave politike ose për arsye për faktin ku ndodhet, duhet të kishte krijuar një strategji të qartë, një platformë të qartë për të bashkuar pikëpari demokratët. Sepse para që të shkojmë te koalicioni kemi një hendek tjetër ku është përçarja e Partisë Demokratike dhe ne e dim 3 vite më parë skizma brenda Partisë Demokratike ishte shumë e madhe, ishte shumë e thellë dhe është ajo çfarë krijoi hilaritetin në opinionin publik në raport ose në qasje me Partinë Demokratike. Dhe unë këtu, zoti Berisha, kam parë shumë të vakët për të krijuar një platformë ose një strategji për t'i bashkuar të gjitha këto copat të cilat janë shpërndar, disa me vullnet, disa dhe për qëndruar koherent me qëndrimet e tyre, por ama janë larg Partisë Demokratike, janë larg vulës logos Partisë Demokratike. Dhe zotin Berisha e kam parë pothuajse jo të investuar drejt për drejt për t'i bashkuar këtë gjë. Dhe kur pretendohet për të bërë bashkimin e gjitha forcave ose gjitha copëzave që ishin pjesë e Partisë Demokratike, kjo tregon që bonsensi i Berishës është mbyllur pak a shumë deri tek pragu i tij. Dhe ne nuk pretendojmë për të pasur vetëm pjesën ekstreme ose pjesën besnike e familjes Berisha, e cila apo disa demokratëve që pretendojnë që erdhi pushteti tek Berisha dhe për arsye konjunkturash janë bashkuar atij. Ne kritika ime është që zoti Berisha ka bërë shumë pak për hir të vërtetës për t'i bashkuar këto pjesë dhe për të krijuar një parti e cila reflekton të gjithë koloritin, të gjitha ngjyrat. Pra, edhe ata që kanë një mendim ndryshe ndaj zotit Berisha, që kanë një mendim ndryshe për faktin, për pozicionin që ndodhet Berisha, sepse tashmë ne duhet dim një gjë. Berisha si kanë rënë të gjitha librit. Soros i ra, administrata demokratike ra,
Tashmë në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës erdhi Donald Trump, erdhi pragmatizmi i Donald Trumpit, dhe është shumë thjesht për ta zgjidhur ngërçin që ka. Pra për të zgjidhur problemin e tij të drejtë për drejtë që ka me administratën e Departamentit të Shtetit, që është non grata. Dhe për të liruar rrugën, për të krijuar ose do liroj rrugën ose do të japi këtë zgjidhje dhe ndryshon diskutimin. Me pak fjalë nuk krijon dot fabul. Tashmë, pikërisht pra, sepse ndërton narracion në bazën e asaj se duhet të kur futet në një marrëveshje edhe me të vetët, pra kur futet në një marrëveshje, unë tha me të vetët cilët janë. Është Euroatlantikët e Luzimbash. Është djathtas 1912 e Keleda Liberit, është partia e Agron Shehaj. Parti të cilat të dalë të gjitha nga gjiri i Partisë Demokratike. Të gjitha nga gjiri i Partisë Demokratike dhe parti të reja tashmë. Të cilat për hir vërtetës janë të pozicionuara edhe ideologjikisht. Partia Mundësia Agron Shehaj është një parti e pozicionuar totalisht djathtas nga pikpamja ideologjike, shumë e qartë për hir vërtetës Agron Shehaj, që nuk ka kuptim të jetë vete. Pastaj se sa ngjit ideologjia është gjë tjetër këtu në realitetin shqiptar. Nuk ka, është shumë e qartë dhe këto janë parti të cilat për hir vërtetës po provokojnë një mendim në shoqëri. Po provokojnë një mendim në shoqëri dhe nuk ka kuptim të jenë satelit veçuar. Atëherë fakti që ato janë satelit veçuar dhe nuk janë tek çadra e madhe, tek lokomotiva, siç është Partia Demokratike, nuk i bashkangjitet. Për të shërbyer rotacionin politik, tu tregon që është një handicap shumë i madh. Dhe pse ekziston ky handicap? Dhe pse mungon një platformë konkrete për t'i bashkuar dhe për t'i vendosur në presion ndaj qytetarëve shqiptar, ndaj elektoratit të djathtë, kjo është një mangësi e leadershipit të Partisë Demokratike. Çfarë do thotë një platformë? Një platformë është pikëpari përcaktohen kushtet, përcaktohen edhe hapësirat që ti do të tërhiqesh, sepse kur futesh në një marrëveshje, në një negociat, përcaktohen pozicionet, por edhe hapësira se ku lëvizin pozicionet. Sepse nëse do qëndrosh stoik, gjithmonë koherent me idetë e tua, ose besnik ideve tua, në istikamin tënd, çfarë? Do prodhosh gjithmonë konflikt, do prodhosh gjithmonë përplasje. Loyaliteti, ose koncepti që ti edhe mund ta ndryshosh një ide paraprake, krijon gjithmonë bashkëpunim dhe krijon çfarë? Të gjithë tjerët përfitojnë nga ky loyalitet. Sepse fleksibiliteti e krijon këtë gjë. Qëndrimi stoik, ose si monolit, si blok i paqëndrueshëm në pozicionin tonë, do prodhosh gjithmonë konflikt dhe nuk krijon bashkëpunime. Marrëveshjet nënkuptojnë që të gjitha palët lëshojnë nga pozicionit e tyre për hir të një objektivi shumë madhor. Dhe objektivi madhor është rrëzimi i kësaj qeverie. Unë nuk mendoj që ka objektiv më madhor për këtë shoqëri se sa rrëzimi i kësaj qeverie. Është emergjente madje. Atëherë kalojmë te koalicioni dhe një fjalë punë. Ky koalicion, i cili në thelb është i detyrueshëm për zotin Berisha, por krijon shumë pak shpresë tek opinioni publik për vetëm arsye. Personazhet më të spikatur të këtij koalicioni janë personazhe 30 vjeçar. Janë personazhe 30 vjeçar, janë njerëz parti ose parti një individësh. Janë njerëz të cilët janë testuar me 10 herë në opinionin publik dhe në elektoratin shqiptar dhe nuk kanë prodhuar një formulë suksesi, nuk kanë teme realist tani. Dhe duke qenë të tërë konsumuar, duke qenë njerëz të cilët janë një individ vetëm mbajnë një logo në shtëpinë dhe e shoqërojnë atë logo kudo që shkojnë. Vulën me vete. Janë njerëz që opinionit publik nuk i vjen asgjë re, pra çfarë lind kushtet që Sali Berisha me disa kuaj të ngordhur, duke revokuar gjithmonë të vjetrën, nuk mund të prodhoj rezultat suksesi ose një rezultat konkret që mundësonte rotacionin politik. Ajo çfarë e bën, ajo çfarë e bën të rëndësishme një koalicion, duhet ta dini, dhe kjo është formula, qoftë edhe politike, është kur bashkohen të kundrat. Nuk është bashkimi lajmi, është bashkimi të kundërtave, bashkimi i qasjeve të ndryshme. Me sa duket këta i ka bërë bashkë të qenit opozitar. Bashkimi i mentaliteteve të ndryshme, bashkimi i ideve të ndryshme. Pse? Sepse të kundërtat gjithmonë prodhojnë diçka të re. Pra, momentin që ti bashkohesh me një tjetër që mendon ndryshe nga ti,
ka pozicion një dhe qasje krejtësisht ndryshme nga ti, qoftë për gjërat më madhore, tregon që jeni të gatshëm të gjithë të lëshoni për hir të një ideje madhështore. Shqipërinë madhështore du ta kishte bërë me të kundërtën të tij. Me ata njerëz që kanë qasje krejtësisht ndryshme nga ai. Për të prodhuar diçka të re dhe shoqëria sot, shoqëria shqiptare ka nevojë për të ren. E ka domosdoshmëri, jo? Po, kjo është çdo shoqëri në botë. Por këtë rast është urgjente e reja. Patjetër që do të kthehemi pak sërish më pas, por për Dritanin, si të duk koalicioni, më shumë numra se sa frym? Po, kjo është dhe në pikpamja ime, sepse më shumë ka, le të themi, sasi se sa cilësi. Se do të jemi edhe të fryma. Por në thelb, edhe tek fryma, është i koalicioni i cili në thelb është lindur nga një lloj tradhtie, po ta themi edhe kështu, brenda atij që është sot ky koalicioni e Lanca. Ti spektri politik. Ti spektri politik, pse them këtë? Sepse kur ti të themi bashkon forcat me disa parti, kryetarët e secilës disa vite më parë tradhtuan të djathtën. Merrni kontakte dhe i trafikonin ande. Jo, absolutisht po them fare këtë, po them gjë tjetër, të cilët djegjen e mandateve të tyre e kthyen në mandat në kuvend, pra duke ushqyer makinerinë e Partisë Socialiste ose Maxhoranës, duke mbajtur në jetë Maxhoranës Socialiste, siç është Kujtim Gjuzi, Selami, Nisheri e gjitha. Dhe kjo ishte në thelb ishte një thik ndaj të djathtës, apo jo. Pra, në kuptimin e një gjatësisë, Rama mbjetoi për shkak të faktit sepse këta ishin njerëz të cilët nuk ishin në parlament, por nuk ta i dhanë numra parlamentit për t'i dhënë një gjatësi Ramës. Dhe sot kushdo që është i djathtë, pra që dihet pranë të djallët, dhe kur shikon një koalicion të tillë, dhe sigurisht që i kthehet asaj që është kujtesa në këtë rast, dhe dhimbjes. Dhe shikon domosdoshmë që pikërisht këta individ, të cilët kanë partitë që në thelb që në numra, këta janë njerëz politikë gjykimin tuaj. Këta janë njerëz numra, që i bashkangjiten. Këta janë njerëz me një numër. Ka vetëm një numër rëndor, nuk ka numër tjetër. Vetëm vetë, nuk ka numër tjetër këta. Ju po thoni që s'kan as antarësi. Po fare, absolutisht. Ne nuk dim as selin ku e kanë. Madje disa nga këta janë personazhe komplet domosdoshmë që nuk kanë as mediatik. Po ne nuk e dim çfarë mendimi kanë ata. Po këtë pra. Kuptimi filozofik, politik, absolutisht përveç disave, ose aty të tjerë nuk pra, dhe nga krau tjetër ç'a ndodh? Rama zgjedh të hyjë në zgjedhje i vetëm. Pra, të tregoj forcë që unë nuk kam më nevojë për vagonët e mi. Dhe kjo është disproporcion me koalicionin e djathtë nga krau tjetër që ka krijuar një vagon të gjatë partish që në thelb një tren me vagona shumë që në thelb askush nuk e di se sa pjesë vagonash duket si parrota, prapë kuptimin e figurshëm. Po, dhe askush nuk e di se sa numra do prodhojnë në zgjedhje. Me që ishim tek të kundërtat, Reldar që përmendën pak më lart që nuk ka njerëz të cilët të përfaqësojnë interesat të kundërta i ke në Partinë Demokratike pikërisht te ky koalicion. Fjala vjen Partia Drejtësi, Bashkim dhe Unitet, siç është e Shpëtimi Drizit, së bashku me Partinë e të drejtave të njerëzit Vangel Dulës, të cilat janë për qëllime të ndryshme në politikën shqiptare dhe kanë gjetur rrugën dhe harmoninë që të bashkëpunojnë. Janë tregues. Ja, është një debat. Pa dashur të fokusohemi te kjo çështje. Është harxhim kohë, po. Jo, është një debat i që nuk na shkon ne edhe po shoqëria shqiptare nuk ka pik interesi, pik vlere për këtë. Jo, me që janë të kundërta. Ajo çfarë, jo, nuk e kisha këta janë kundërta në raport me qasjet që pothuajse nuk ekzistojnë më tashmë fare. Dëgjoj, ne nuk mund të ndalojmë për shembull PD-n, e cila është një parti e minoritetit që përfaqëson interesat e minoritetit grek, por një minoritet jashtëzakonisht i kulturuar dhe njerëz kuptimin që vetëm i kanë shtuar vlerat shoqërisë shqiptare, absolutisht nuk kanë një rol negativ në shoqëri. Dhe unë e kam këtë mendim, e kam qasje shumë sinqert këtë gjë, pavarësisht lojës që bëjnë mediat e kanë nevojë për të ngjallur. Kanë qenë armiq dy partitë politike, këto dy parti. Nuk është ky debati. Nuk është ky debati. Kjo është artificialitet, kjo është diçka artificiale. Bashkëtojmë pra dhe të kundërta. Jo, nuk është kjo të kundërta. Partia Demokratike. Po, Xhendar, më ndalo pak një sekondë. Okej, le të themi që ta kalojmë të lloj hendeku.
dakor, midis PDI-s Nuk është ky qëllimi, PDI-s dhe PDI-s. Po. Po kur ti afron afër koalicionit tënd, një parti e cila jo më larg se disa vite më parë, le themi që pati indicje që të e përfshirë, le themi në krim zgjedhor. Për shembull kemi Dibrën, e kuptohet ku fituan Çamët në atë kohë. Pra ka një gjë që nuk shkon në këtë koalicion. Pra në frymën që ti do të ja këto do thoja, po nuk është ndarja çam grek, tu do të tham unë. Nuk është këtu, nuk duhet të evidentohet kjo ndarja çamëri dhe minoritet grek. Po duhet të antagonizëm. Unë do të tham diçka. Prit, unë do të tham diçka madje çamët në Shqipëri, qytetarët e Republikës Shqipërisë që janë nga çamëria dhe nga pjesë shqiptare dhe ajo për së vërtetës, po. Dhe shqiptarët e minoritetit grek këtu që jetojnë në Republikën e Shqipërisë nuk kanë asnjë lloj problemi, nuk kanë asnjë lloj divergjencë. Njëri me tjetrin, madje kanë bashkëtuar mjaft mirë njëri me tjetrin dhe ne nuk kemi probleme të ndarjes së saj natyrë. Kur përmenda këto kisha parasysh retorikë. Problemi është ajo që thot tani dhe natyra e gjithë këtyre problemeve që ka ky koalicion me vlerë. Me vlerë, po jo vetëm vlerën, qoftë edhe vlerë qasjen ndaj situatës ekonomike dhe politike, dhe unë e di si e gjykoj një politikan, dhe si e gjykoj një kontributit një partije, si qasët ekonomisë, vlerave kulturore, vlerave sociale, vlerave arsimore në shoqërinë ku vepron. Po mbi këto matet. Po, kjo është mirë. Dhe unë e shoh këtë kontribut të gjithë këtyre njerëzve, shoh këtë kontribut dhe lojalitetin e tyre, e shoh mbi parimin e interesave meskine që lidhen me përfitimin drejt për drejt të kryetarëve parti ose partive kryetar. Këtu e shoh, kjo më irriton mua. Dhe mungesën e bon sensusit ose mungesën për të krijuar një valë të madhe alternative nga Sali Berisha e shoh pikërisht edhe në këtë qasje tani. Ta themi të vërtetën. Unë nuk e konceptoj dot që të përmbledhish 25 parti thjesht si numër, a kupton, si numër, dhe të mos tentosh të paktën nëpërmjet një platforme, sepse politika nuk është akt i fshehur. Politika është akt publik. Është akt publik. Ajo çfarë fshehur është pazar, është konjunkturë, është hile, është mekanizëm, por nuk është politik. Politika është ajo që komunikohet. Politika është ajo që komunikohet dhe unë studioj këtë gjë. Unë nuk kam parë të publikuar një platformë apo një strategji konkrete cilën i jep dinjitet edhe kundërshtarit. Sepse nuk mund e trajtosh kundërshtarin si armik. Në një shoqëri ku qaset janë të ndryshme. Kundërshtari nuk mund të jetë armiku jotë. Është i kundërt i jotë. Por shoqëria e shef një problem dhe problemin e Sali Berishës e shef në perspektiva të ndryshme, në shumë perspektiva. Dikush e shef si padrejtësi, dikush e shef si padrejtësi, dikush e shef si diçka të vërtet, dikush e shef si një loj politike nga kundërshtari i Sali Berishës si që është Edi Rama për ta neutralizuar ose për ta shkatruar. Dikush e shef si një kulise, një grupi biznesmenësh në raport me një konjunktur tjetër, me një sekt tjetër apo me një organizat tjetër. Pra, perspektiva është ndryshme. Por një lider i lokomotivës së të madhe opozitare e shen duke qenë i vetëdijshëm se perspektivat janë ndryshme, çfarë? Ndërtoni një platformë konkrete. Se si mund t'i bashkoj unë këto perspektiva në një objektiv. Në një objektiv. Dhe kjo është thelbi, kjo është qasja. Kjo është e vërteta e një kryetari i cili investohet për t'i shërbyer rotacionit politik dhe duhet ta dëgjoj tjetër. Ja ta shpërndajmë. Ajo që nuk dim sot dhe që nuk na shton përveç një marrëveshje që është bërë me Partinë e Lirisë dhe disa parti tjera kryesore në koalicion, cila është marrëveshja me këto partitë e tjera. Ja pra këtu desha dal. Po pra. Ka përshtypjen që ata kanë iniciuar, kanë nisur trenin dhe këta kanë vrapuar të bashkangjitet secili kapet tek treni i opozitës. Dhe tani ky është problemi që them unë që Shqipëria nuk mund të bëj edhe ose partia demokratike nuk mund të bëj hapa mbrapa. Pra o të shofi do ketë një vizion të qartë përpara, pra në rastin se do fitoj zgjedhjet. Pra nuk mund ta ndaj më Shqipërinë. Nuk mund ta ndaj më Shqipërinë si një lloj torte për selamien e sherin, kujtim gjuzin apo tjerë, të cilët do t'i shpërndajnë nëpër drejtori. Sepse kjo lloj ndarje
më fal, ndjesi po ja përmend emrin në kryer, po duke qenë se janë pjesë e koalicionit, gjithmonë ka sjell një lloj fragmentarizimi dhe një lloj korrupsioni dhe të administratës në vetvete. Pra, sepse normalisht ne dim shumë mirë domthonjë që kur je pjesë e një koalicioni të tillë, dhe kur je një parti e cila nuk ka as lloj rëndësie, as i pesh politike. Pra, ti e di shumë mirë domthonjë që nuk do hysh në parlament, sepse është ndarë tashmë torta e parlamentit, ku vjen në listat e mbyllura. Kanë këta nevojë për Partinë Demokratike apo Partia Demokratike ka nevojë për këta? Unë mendoj që qasja është Berisha do t'rregojë një lloj uniteti. Kush është nevojë në njëri tjetër? Ja pra, Berisha do luajë në dy planzhone. Një që do t'rregojë unitet, atë unitet që nuk e ka sot brenda djathtës. Pra, mungesën e partive tradicionale të shkëputura nga gjiri i për shembull mundësia agroshe. Po s'po i merr dot pra, ja, ato që mori pra. Por nga krau tjetër tani do ta kompensoj këtë me disa parti tjera që në thelb në elektorat nuk kanë ndonjë vlerë të caktuar. Madje edhe ato që janë partitë vjetra të këtij koalicioni e kanë humbur peshën e tyre reale në elektorat. Me sa duket nuk i vajtën këta Eldar, këta që përmendën pak më lart, që ka pasur një negociat reale. Kurse maggjoranca ka vetëm një parti aleate në Socialdemokratë. Jo, partinë administratës. Ajo është partia që e bën tërmet. Pra nuk i duhet më ky vagoni i gjatë. Ka statistikisht saktë. Në 6.000 për shembull, shife. Se do analizojmë koalicionin. Po, koalicioni është imazhin si u shkon si platformë shqiptare. Po ja, si imazh tani po të shohësh, imazhi është ajo çfarë unë vura re, ose përshtypja e parë kur dëgjova për koalicionin ishte e vjetër. Pra mu më erdhi një diçka e vjetër. Kurse mua vjen ndërmend një shprehje një poeti që duke u përpjekur të ndryshojë mbetet po e njëjta. Po e njëjta, po nuk është dakord, plotësisht dakord jam me atë, por pra dalim semrusi për bashkët është e vjetër. E vjetra, po. Gjithçka thot që nga Herakliti ka qenë ajo që është absolute. Ska zgjedhje përhershme përveç ndryshimit, ska zgjedhje përhershme. Ajo është që nga Herakliti pamen ka ardhur kjo punë, po megjithatë një parti që refuzon ndryshimin me dhunë, refuzon me dhunë ndryshimin, krijon një problem të jashtëzakonshëm sa i përket nivelit ekonomik, drejtësisë, progresit, zhvillimit të një vendi. Pse? Zoti Tusku, se ne jemi dhe miq bashkë, po ta shohësh urim, thoj se sa tonë zyrtar kështu. Dakord, se ne tani flasim për audiencën, nuk flasim kafe këtu. Problemi qëndron që 12 vjet opozitarizëm i flakë. Tashmë nuk është më opozitarizëm. Është qendres. Ose revolt popullore. Qendres. Revolt, edhe revolt. Domethënë, ata njerëz që refuzojnë njësimin me mazhorancën, refuzojnë të mirat materiale të saj. Që janë përkohshme. Në thelb janë qendrestarë, janë njerëzit që po e marrin këtë shoqëri në shinë. Pa qka se këtë dun të banalizojnë këtë pjesë. Dun të shndrojnë si një pjesë që nuk mendon. Si një pjesë që janë kopukët e Sali Berishës, dëgjoj ca analist neveritshëm në për studio televizive. Kupton? Në thelb, opozitarizmi, jo, mirë për te kësaj. Opozitarizmi është ndyrë qendrese. Është model jetese. Gjë që për hir të vërtetës nuk e shoh tek ekipi që po ndërton apo ka skicuar lideri i opozitës shqiptare, siç është zoti Sali Berisha. Nuk i përgjigjet ti kësaj revolte ose kësaj fryme. Jo, mënyra jetese. Ta them kështu. Lutem. Nuk i ka dhënë fal. Do ta thuash po kemi ka takuar doktor Berisha Selami Jenisherin, ja ka dhënë një herë dorën. Digjë. Ke parë në takim ti të tyre të ulën. Edhe në studio mbahet si emblema e koalicionit. Në studio përmendet si emblema e koalicionit. Dhe kujtim gjudi. Qoftë edhe një foto të dyve. Po, qoftë një foto të dyve. Do t'i diskutojmë vetëm pas pak se do shkojmë në një hapësirë publicitare, të nderuar teleshikues dhe rikthehemi vetëm pas pak studio. Jemi sërish në studio të nderuar teleshikues të Fax News dhe po diskutojmë në lidhje me çështjet e koalicionit të formuar tashmë të Partisë Demokratike, partisë më të madhe opozitare në vend, e cila
i ka bashkangjitur vetës 25 parti politike, të cilat do të garojnë së bashku në zgjedhjet parlamentare të 11 maj të vitit 2025. Atëherë, kolegë të nderuar, fjala ishte për Dritanin, i cili Jo, po thoshte... jo, sepse do të shohim dhe krahun tjetër, atë këtë që po thosha. Pra si ka vepruar në këtë rast Edi Rama dhe majoranca me listën e vet, por që nuk ka një listë, është vetëm një parti, është Partia Socialiste. Dhe ajo që ndodh është domthonjë që Rama në këto vite ka arritur domthonjë që partitë e vogla të veta ti shkrijë të bëjë njësh me administratën. Dhe kështu të shkojë tek aksioma e vet domthonjë për ta bërë tërmet. Domethënë ka përdorur këtë lloj mënyre. Këtë lloj mënyre, sepse fakti domthonjë që partitë e vogla nuk ekzistojnë më tek koalicioni i PS-s, do thotë domthonjë që ato nuk është nuk ekzistojnë. Ato vjen domosdoshmë me sigël? Ato janë, po ke partinë e Petro Koçit. E Milos, ke partinë e Petro Koçit. Të Gjinushit. Shumë tjera domthonjë që janë në pjesë, ka qenë pjesë e listës. Por që duke u shkrirë në për drejtoria, por në administratë, por duke u dhënë atë tortën e vet, tani janë asimiluar brenda gjirit partisë. Brenda gjirit partisë. Pra do ta japin shërbimet e tyre në një formë tjetër. Nuk ka nevojë të dalin tani të argjojnë para në terren. Por do ja kthejnë shërbimin e partisë në një formë tjetër. Dhe një pyetje të fundit në lidhje me këtë, përpara se sa të kalojmë tek tema tjetër, si mendoni të gjithë këto sigla si shkojnë tek elektorati shqiptar? Shkojnë si një ofertë madhështore për ta bërë me të vërtetë fitore madhështore, siç thotë edhe sigla, slogani i këtij koalicioni? Ideja për të frymëzuar nga MAGA nuk qëndron. Make America Great Again. Për mua. Ajo është një qasje që ka element ides për ta kthyer një identitet. Pra, për ta kthyer shoqërinë shqiptare tek identiteti i saj. Unë mendoj që shoqëria shqiptare, ndryshe nga shoqëria amerikane dhe ndryshe nga qytetet e mëdha, shtetet e mëdha amerikane, ne kemi 2000 vjet që jemi në tradit, jemi në identitet. Pra, ne jemi një shoqëri thellësisht konservatore. Dhe Partia Demokratike si një forcë e cila lëvizi ose u krijua nga revolta qytetare për hir të vërtetës, që nuk kishte një ideologji të mirëfillt, sepse pjesë e saj u bën shumë grupe shoqërore, duke filluar që nga ish komunistët, nga të përdekurit politik, ish pronarët, studentët e lëvizjes dhjetorit, një pjesë e elitës shqiptare, intelektual shqiptar, cilët kishin sensin për qenë luajal me pozicionet që kishin qenë, u bashkuan dhe nuk kishte një ideologji të mirëfillt. Pak a shumë ka qenë një parti e qendrës djathtë, dhe unë do kisha shumë dëshirë të ishte një parti që reflekton këtë lloj nuance. Sepse duke qenë një parti e tillë, është një parti që fut ose mobilizon shumë shtresa të shoqërisë të emancipuar, pra të emancipimit shoqëror. Të cilat ndihen të papërfaqësuara deri në këtë moment që ne flasim. Dëgjoj, nëse do merremi me këto sovranizim, do merremi me idenë e sovranizimit, kjo është ide shumë intelektuale dhe nuk është ide për televizim. Nuk e di se kam një pyetje masat e audiencës, po. Kam për të kaluar tek një çështje tjetër. Bota po përjeton momentet po mban frymën për shkak të deklaratave që po bën presidenti i sapo zgjedhur Donald Trump. Fjala vjen, ndodhemi përpara një situate që mund të ndryshojë edhe rendi botror në lidhje me vëmendjen që mund t'i kushtoj politika amerikane në të gjithë botën. Fjala vjen në NATO ose me ndërhyrje të ndryshme në vende të ndryshme të botës, siç edhe po shprehet presidenti Donald Trump, me sa duket disa vende do ta shohin veten të vetmuara, nuk do ta kenë më vëmendjen e presidentit Trump. E pam edhe radhën e fundit me takimin që zhvilloi me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, të cilit i bëri një dush të ftohtë në shtëpinë e bar dhe përballë mediave, dhe kjo me sa duket tronditi të gjithë skenën botërore dhe të gjithë analistët, të gjithë gazetarët të cilët e kanë ndjekur me vëmendje politikën amerikane, sidomos të 80 viteve të fundit, që pas luftës dytë botërore,
mendojnë që mund të kemi një rend të ri botëror. Me sa duket, nëse do të ndodhë kjo, Shqipëria me të vërtet duhet ta kthejë si çështje të diskutueshme të aktualitetit ditor, sepse së bashku me Kosovën ndodhen me të vërtet shumë të rrezikshme. Nuk e di ta kaloj te Tritani apo te Dëgjoj, unë ajo çfarë kam vënë re sa i përket ardhes që në momentin që kur erdhi Donald Trump në krye të shtëpisë Bar, unë rastësisht në një televizion tjetër dikush mori një redaksi dhe momentin kur sapo bëhej votimi dhe u pa që ai kishte një rezultat të madh suksesi, unë e pata shpresh një rrezik shumë i madh, realisht ishte ndër të parët që e kam shpreh që është një rrezik shumë i madh për demokracinë botërore. Për arsyet që unë i mendoja në atë kohë duke parë deklaratat e tij gjatë fushatës. Jo, dakor. Kishte Ramën 2016. Dakor, Rama e ka ndryshuar, Rama tha ishte sukses nesër. Jo, Rama tha ishte një bekim për Europën, po, me ardhen e tij. Unë i mendoj pse tham unë këtë. Dhe realisht po më vërtetohet pak a shumë kjo teza që unë e thash dhe kisha një arsye sepse e thoja. Dhe jam ndjekës shumë i madh i mediave të Amerikës. Unë shoh iluzionin tim për demokracinë amerikane dhe modelin e demokracisë që kisha unë në kokë, unë tashmë e shoh të shëngur. Pse? Në qoftë se do ta ndërtojmë, gjithmonë jam rritur me idenë që në Amerika huazimin ose përvetësimin e kapitalit njerëzor në administratën publike e ka të shenjtë konceptin e meritokracisë. Pra e bën, së bën. Këtë funksion ka pas në konceptin e saj. Unë shoh që administrata publike dhe veçanërisht ajo e Departamentit Amerikan të Shtetit tashmë po futet me njerëz që janë shumë të besuar. Koncepti se në Amerikë ka qenë një koncept shumë i madh përpara mandatit të dytë të Trumpit, ishte njeri i rritur në zyrë. Pra, ideja e thotë kishte një vazhdimsi karriere, është njeri i rritur në zyrë, do thotë që ishte shumë profesional për shkak të eksperiencës së tij tepër të gjatë në administratën e Departamentit Amerikan të Shtetit, ishte shumë i kujdesshëm, madje ishte skrupuloz në ndërtimin në krijimin e kushteve për ta kaluar një shkresë, për të kaluar një politikë, për ta birokrat të rregjur. Po, edhe e kanë pas si term amerikan, njeri i rritur në zyrë. Tashmë njeriu i rritur në zyrë është rrëzuar me mandatin e dytë të Trumpit. Po vinë njerëz që besojnë dhe e trajtojnë atë si mit. Dhe kjo është një rrezik shumë i madh. Dyta. Trajtojnë si mit një person i cili ndoshta nuk ka ndonjë eksperiencë të madhe në shtetbërje dhe ndonjë vizion, le të themi, se si mund t'i jap ata fytyrën botës, se si mund ta ndryshoj botën. E dyta, bota që nuk ja njohin filozofinë. Bota në fundit në bota në mandatin e parë të Trumpit ishte menduar që çdo deklaratë e tij nuk do të ndodhë, se Trumpi pa të bërë dhe mandatin e parë ca deklarata të tepër të forta, por nuk ndodhi, për shkak sepse e kornizonin njerëzit që e rrethonin, e fusnin brenda kornizës. Ose shpresoj që do merrte prapë mandat të dytë. Tashmë në mandatin e dytë, ai çfarë thotë bën. Çfarë kishte ose çfarë ka projektuar e bën, nuk e di. Treti jo kam dhe një problem. Treti, ajo çfarë e shoh si problem për demokracinë është dhe raporti i tij në marrëdhëniet ndërkombëtare. Pra raporti i tij me vendet miqësore ose me vendet e aleat, me aleat. Po. Si është demokracia botërore e tashmë e Amerikës? Nëse më parë demokracia e Amerikës ose marrëdhënia e demokracisë amerikane me të tjerët ishte mbi parimin, mbi disa parime, mbi disa vlera, mbi të drejtën ndërkombëtare, të mbështetur mbi drejtën ndërkombëtare. E theksuar mbi drejtën ndërkombëtare dhe me rendin botëror që u kriju pas 1945-s, tashmë është krejtësisht ndryshe. Dhe ajo çfarë ishte tek pyetja jote është, a do ekzistojë më ky rend botëror, është pikërisht çfarë? Dihet në pikpyetje të madhe. Ajo çfarë u skicu nga mendjet e arta pas 1945-s, tashmë po vihet në rrezik, sepse Trumpi është i nisur nga pragmatizmi i tij ekonomik. Çfarë përfitoi unë? Dhe jo mbi çfarë vlere ose mbi çfarë konstrukti mendor, moral ndërtohet kjo politikë. Tashmë kjo është shembull. Si e lexon ton? Ideja është në këmbështrimin ideja është dikur kishin politikanë që bënin biznes, dhe sot kemi biznesmenë që bëjnë politikë.
Dhe kjo e dyta është shumë e rrezikshme. Dhe unë do ta kaloj në kontekstin e Shqipërisë. Pra atë një vend i cili ka thellësisht probleme me demokracinë, me ligjin, me rendin, me sigurinë, me gjithçka. Dhe kur vjen pastaj një xhandar, ku ti gjithmonë e ke parë domthonjë si xhandarin tonë, sherifin ose gringoja domthonjë që ti do, sepse ti gjithmonë syt i ke pas nga Amerika, i ka pas gjyshim i cili ka mërguar në të kohë. Plas vitet 30, i ka pas baba im, gjatë komunizmit ka pas unë. Jemi rritur me të frymë. Dhe ti kur shikon domthonjë që vjen një president në Amerikë i cili çdo gjë e shikon si një lloj biznesi. Dhe ti thua pazar. Dhe si pazar, ti thua domthonjë po sigur edhe vendin tim ky ta shohi si biznes. Ato dalun dot nga kjo lloj autokracie ku është sot vendi im. Pra në qëta ai bën biznes me Ramën. Dhe kjo thjesht do i shtojë gjatësinë në Ramës. Pra, do vazhdoj ajo që është stabilokracia në këtë vend. Dhe kjo mua më tremb. Kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme. Jo ta përjetosh. Po, dhe ai kur shikon biznes gjithë aleatat e tij më të mëdhej në botë. Pra, kur shikon Anglinë, kur shikon Francën, kur shikon Danimarkën, kur ka qasje irredentiste, pra do që të marri llokma ose dhe kjo na kthen në kora shumë të errta. Kanadan do ta bëjë shtetin e 51. Na kthen në kora shumë të errta, ne dim shumë mirë domethënë pse filluan luftat botërore, pse filloi lufta e parë, pse filloi lufta e dytë. E kupton? Dhe kjo lloj për hegemonie, dhe kjo lloj qasje hegemonike tani e Trumpit, kjo është e frikshme. Pavarësisht se neve në bindjet tona ishin kundër asaj që është linja anti-Soros ose ajo që proklamonte në këtë rast Biden dhe administrata e tij. Por në këtë moment unë nuk shoh asnjë lloj qasje ose nuk ka ardhur rradha Shqipërisë se si Trumpi do t'i qaset. Pra, çfarë do kërkojë të marrë nga Shqipëria dhe çfarë do t'i japi një tjetër politikan, i cili në fakt është dhe ka treguar që është biznesmen. Pra, po të shohim sot hartën çfarë është harta e Shqipërisë sot? Pra, si kuptimin e mishit që ka brenda. Ka afgan, ka sirian, pra është shpërndar në përbërjen e vet. Po. Dhe ky lloj biznesi pastaj thash është nuk i shkon për shtat atyre njerëzve që mendojnë pastaj për demokraci. A është e frikshme paparashikueshmëria e veprimeve të Trumpit në perspektivë në gjykimin tënd? Po pa diskutim që do krijojë një problem shumë të madh. Nuk është i parashikueshëm. Çfarë thon analistë, çfarë ke lexuar? Edhe ai është i parashikueshëm, nuk është. Ai është i qartë tashmë. Ka bindet e veta ai. Gjykimi është i qartë. Dhe ajo që bëri. Domethënë është i qartë se do ai është i qartë por është dhe ajo që bëri me Zelenski. Po çfarë bëri? Ai ishte biznes. Ishte biznes. Po, dhe ka të drejtë aty. Po, dhe tha do më japësh minerale. Po nuk jep garanci. Çfarë doli në pa? Po nuk jep garanci. Po prit, jo, tha dhe Rusia. Tha Rusia, po prit, tha se kemi edhe minerale, tha. Ha e dini këtë, po pra, po ti aleati i kuqe. Që bëjmë marrëveshje bashkë. Je aleati i perëndimit apo i lindjes? Nëse ti e shikon si biznes, për shkëmbim plaçkash. Po, për shkëmbim biznesmen nuk kanë as parti as shtet, as komsi. Është në vitet 20 këtu një udhëtar francez që vinte takonte një herë fishën, një herë tjetër, dhe njëri thoshte të rrim me Austro-Hungarinë, tjetri është më mirë në Itali, thoshte. E kupton? Po, kush ofronte më shumë? Se gjithë ishin tregtar flamujsh. Kush bënte ofertë më madhe? Po, Ernesto Liçi. Po, ishin tregtar flamujsh. Po, të dalim te parashikueshmëria ose pa parashikueshmëria. Thomas Friedman, po, analisti i New York Times. I New York Times për marrëdhënie ndërkombëtare, ndërsa më i mirë që mund të bota. Që është shëtit botën në çdo cep të saj. Besoj që ka një analist më të fortë për profesor pa diskutim. Ai po lexoja një editorial të New York Timesit, e kishte bërë shumë bukur, dashur miq thotë. A ka shumë se po ta përmend. Po, ta përmbledh, po. Më i përmendsh një editorial. Të dashur miq, Amerika që ju keni parë nuk ekziston. Amerika, vlerat në cilat ju keni besuar tashmë janë shembull. Ju kërkojmë ndjes thotë për Amerikën që është. Ajo nuk është më Amerika që ishte.
Nisur nga ky parim, ne do të bëjmë analizën. Nisur nga ky parim, pra që por Amerika ka strukturën e tij që e ri për të rinë vetën shumë shpejt. Janë kolona të mbetura. Thomas Jeffersoni kur e skicun atë arkitekturën e shtetit ligjor amerikan, e menduan që asnjë autokrat nuk mund ta përmbysi demokracinë e brendshme dhe mekanizmin e demokracisë. Amendamentet e pra, ajo çfarë kemi besuar. E ka thënë Alexis Tocqueville atë për demokracinë amerikane. Është një lërhinë e madhe e fuqishme. Ajo çfarë kemi besuar tek 200 vjet tek demokracia, tek ndërtimi i shtetit amerikan dhe si është për të ruajtur balancat, pra raportet për të ruajtur balancat ose ndarjen e pushteteve në mes njëri, tashmë realisht është të kërcënuar. Është shumë e rrezikshme. Po, kjo për herë të parë, pas shumë vite bëri bashkoi Evropën. Sepse edhe ajo ideja që ka ardhur qyteti sherifi i ri qytet, po. Ka ardhur çfarë është ajo? Që do përcaktoj rregullat e reja. Jo, është krijimi i konceptit autoritar. Pra në mendjen e Trumpit, ai për jo rastisht ka admirim për Putinin. Dhe kjo çfarë bën? Kjo qasje e individit politikan, e individit tashmë shefi. Jo, nuk ka admirim vetëm për Putinin, ka admirim për çdo lider. Për çdo lider autoritar. Atje do na respektonte edhe lideri sot po të ishte gjallë për Hoxhën. Por demokracia në të gjithë botën. Kishte shumë me Kim Jong-unin. Dëgjoni, demokracia dhe më atë. I vetmi që ta ka. Demokracia në të gjithë botën është proces, nuk është diçka që u formua dhe është. Është proces në zhvillim. Po mos është njerëzore. Dhe do kam përshtypjen që ai do ta ruaj rendin. Mos është njerëzore, ai ka konceptin ai rendin do ta ruaj. Do ta ruaj në midh aty që janë të fortë. Pra unë ulem vetëm të fortët në tavolinë, nuk ka rëndësi se ky i forti mund të shkatruar popullin e tij, kombin e tij, nuk ka rëndësi fare për të. Çdo gjë për këtë është biznes. Më jep të jap edhe tu mbaron Make Great America. Pushtet sa më shumë te njeriu, mos është njerëzore, e lindur te njeriu. Nuk ka në Amerikë nuk do të shkoj. Shumica e gjërave që edhe Franklin Delano Roosevelt mori 4 mandate, po e mori për shkaqe të luftës së dytë botërore. Shumica e qëndrimeve që po mban Trump nuk mund të konkretizohen të kthehen në vendime, sepse është vetë mënyra se si është ndërtuar Amerika, domethënë që nuk të lejon. Atëherë që nga spektakël. Po spektakël është patjetër. Ose publicitet. Është i ringu ku ai ngjitej shumë vite më parë dhe bënte keq. Do keqi i tij është ky lloj spektakli. Jo, është vërtet Steve Bannon ose wrestling. Se po ma kujtoi tashmë se për shkak profesionit unë i ndjek këto gjëra. Profesionit këtas tendencës për të futur profesionin akademik, i studioj shumë. Steve Bannon e ka sugjeruar 2 gjëra, i ka sugjeruar Steve Bannon. Një nga kjo është kjo që thotë dhe tani, krijo gjithmonë 3 çështje. Por publiko gjithmonë 3 çështje, thotë, ose krijo 3 politika. Njërën, të treja janë vërteta, po njërën do ta sakrifikosh, sepse media ka prirën, thotë ai, se media është butollaqe e këshillohet Steve Bannon. Por ka prirë për të marrë vetëm një çështje. Ti do t'i japësh gjithmonë 3 çështje, që të sakrifikosh njërin për zgjidhje 2 tjera. Mund të jetë një qasje PR-i, realisht qasje PR-i, për të futur elementin emocional, për të luajtur me elementin emocional, dhe elementin teatror, cilën ai e bën shumë bukur këtë gjë. E bën shumë bukur këtë gjë. Shikoj, është genial. E bën shumë bukur këtë gjë. Për ta sakrifikuar këtë gjë, sepse çfarë e gjithë elita botërore nuk e pranon dot të hedhësh dinamit mbi themelet e konstruksionit që është ngritur, ajo çfarë krenohet Amerika, ajo çfarë ka bërë Amerikën vërtet vite gay. Dhe po uzhiqet nga ky thonë. Ajo çfarë e ka bërë Amerikën madhështore është pikërisht ky konstruksion të vlera. Kjo qasje që e ka bërë. Dhe e ka bërë Amerikën kaq influencuese dhe kaq frymëzuese për popujt e tjerë në të gjithë botën, është pikërisht kjo. Dhe çfarë bën ky? Duke qenë i vetëdijshëm për këtë gjë, ky e ka hedhur si debat, e ka shtruar konceptin e rrezikimit të demokracisë, e ka hedhur për të realizuar 2-3 politika tjera. Unë këtë mendoj. Po çfarë bën kë? Spektakli ringu keqi ose wrestlingi amerikan kërcënon jetën tonë. Sepse
ngrehelucllëkun e autokratëve Ballkanas dhe Europian, ne është metastazat e spektaklit amerikan lulëzojnë në vende të tjera dhe çfarë trimërohen të gjithë autokratët e Ballkanit dhe të Europës. Shiko sa geniale është revansh. Shiko sa geniale është mendësia e tij e biznesit. Sepse deri në këtë moment Evropa nuk e shikonte si biznes luftën në Ukrainë. Dakor, vetëm çonte armë dhe po. E shiften prizim i parimor. Prizim parimor. Çfarë bëri tani? Çfarë bëri? Duke bërë biznes me Ukrainën dhe Rusinë, zgjoi tek Evropa, te Franca, te Britania. E kupton? Idenë do që edhe këta mund të bëjnë biznes. Sepse një ditë më pas edhe këta e morën Zelenski dhe e morën afër tyre. E takuar atje, do kesh mbështetjen tonë. Do kesh mbështetjen tonë gjitha, po pse? Po pse? Sepse edhe këta kanë harxuar në luftë. Edhe këta duan të marrin nga pjesën e tyre të tortës nga mineralet e çmuara mineralet e çmuara. Dhe prandaj thonë që ai ishte deri ku një lojë e stisur. Mirë, po Bismarcku ka një shprehje për këtë individ. Thotë ju kanë ardhur, u ka ardhur Oreksi para se t'i dalin dhëmbë. Loja ishte që Amerika e mori, le të themi, në sjetull Rusinë në një farë mënyre, dhe Britania dhe Franca, që janë aleatët e Amerikës, i thanë Rusisë se jo, ti je vend armiqësor. Ti je që e ke pushtuar atje. Pse? Sepse në mes janë reparacionet. Atje di shumë mirë. Dëmët e luftës. Jo, po Zelenski thotë ti paguaj Rusia. Por një nga pasuritë më të mëdha që ka sot toka ose pjesa kontinentale e Evropës, që është Ukraina atje. Dhe ky është biznesi i madh që po bën sot Amerika me aleat të vet. Pra, unë do bëj sikur do mbaj në një krah Rusinë, pra kam ardhur unë tani sherifi i ri në qytet, por nga krahu tjetër ju nuk do të dorëzoheni. Deklaratat e Trumpit ngjajnë shumë çoroditse, madje edhe të frikshme, ashtu duket, por duke arritur se tha NATO u krijua, tha, ndërkohë që ne e dim ose unë e di shumë mirë se si u krijua traktati Atlantikut Veriut, u krijua me qëllim për të mbrojtur Europën, po ai thoshte u krijua me qëllim për të dëmtuar Amerikën. Ka arritur, ka bërë të deklaratë. Nuk e di e keni para në media. Kam dëgjuar. Jo, sinqerisht kam dëgjuar. Se si e dëmton përveç se buxhetit, se ndoshta buxheti vjetor i shteteve të Evropës është 300 miliard, ndërsa Amerika e kalon duket 1 trilion. Ideja është domethënë 1 miliard, në mos gaboj, Amerika që jep kontribut në NATO. Dhe me sa duket është ndirë i shfrytëzuar si shtet Amerika. Jo, kjo është e vërtetë. Dhe mbi këtë bazë, mbi këtë doktrinë, le ta themi në thonjza, mund të ketë një doktrinë të Trumpit. Ai e ngre të gjithë, do t'japin nga 2%. E ngre gjithë politikën e vet që të marrë dhe mbështetjen e popullit amerikan, të Senatit dhe të Kongresit. Kjo është një vërtetë e madhe. Prandaj po them, shifrat e parave, sepse tek parat nuk të falin njerëzit. Ku shkojnë parat e taksa paguese. Kjo është një problem. Dhe këto i vesh me parime. Kjo është gjë populiste dhe kjo është një gjë. Kjo është një gjë. Po gjithë ama, gjithë. Jeta po që gjithë jetët kjo si gjë. Jetët popullit amerikan. Po sigurisht. Që jetën e shesh, jetën e shikon si biznes. Po sigurisht ta. Po. Dhe këtu si vend nuk duhet shpenzojmë. Dhe këtu ai fiton popularitet. Po këtë pra. Në fundi për këtë u besua që të bëhej presidenti i Amerikës. Për këtë arsye, sa ekonomia ishte e para. Po sigurisht pra, nëpërmjet tyre mënyrave, po i qaset dhe politikës botërore. Por në kontradikcion me Europën, se Europa treg i madh për Amerikën. Është tregu më i madh. 500 milion banor. Tregu më i madh për Amerikën. Imagjinojeni një Europë të krijojë marrëdhënie ekonomike, flas se politikës nuk krijoi kurrë, ekonomike me Kinën. Por Trumpi ka dhe kuptoni se sa dëmtohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse do marrin tezën e Samuel Huntingtonit, që ka te përplasja e qytetërimeve, që ka një tezë që thot për faktorizimin e kombeve. Çfarë bëri thot, mas rënies murit Berlinit, tendenca nuk është më për të ndarë dy bloqe. Dy bloqe vlerash, dy bloqe çaj. Luftra tregtare. Është faktorizimi i shteteve. Jo, po faktorizimi i shtetit çfarë ka bërë? Nëpërmjet luftës tregtare imponon vlerat politike të shtetit. Trumpi në pra, nëse Kina bizotron marrëdhënie tregtare, dashje pa dashje, importon pak a shumë edhe mentalitetin politik të biznesit, se nuk janë të shkëputura me thik. Ti je i sigurt për këtë? Historikisht. Trumpi ka dhënë drejtë. Të kujtohet që ata përpara Senatit në fjalimin e tij të fundit? Po, e kam ndjekur gati 8 milionë euro dollar. Po, e vërtet për transgjinore për të kthyer kostat transgjinore. Mit. Po këtë pra $8 milion për mi bën transgjinore. Transgjinore edhe për në Kongres.
Ato deklaratat e tij që bërin kongres, nxori pra evidentoi gjitha, evidentoi shpenzime marramendse. Fal, por kjo është shumë e frikshme. Pa diskutim, abuzime të jashtëzakonshme. Jo, nuk ka lidhje fare me abuzime. Unë e pash strategji PR. Në qoftë se është e vërtetë, domethënë që po bëjnë injekcione të tilla, të cilat për t'i kthyer Jo, këtë është genocid pse? Qoftë është e vërtetë, është genocid njerëzor. Atëherë, eksperimentet strategji PR. Jo, eksperimentet e kavjes bëhet. Po pra, eksperimentet e kavjes bëhet domthonjë që ato pastaj të implementohen tek njeriu. Ta avancojnë shkencë, avancimin e shkencës. Po pra, nëse kjo ndodh, nëse ka një mendim, atëherë bota po shkon drejt fundit të saj. Ato duhen vërtetuar, faktikisht duhen vërtetuar. Ai tha vetëm deklarata, po vërtetim nuk pak, fakte s'pak, deklarata pak. Mendoj që ai ka hedhur tymusë tyra për unë mendoj për ta bërë fjalimin e tij. Kjo është e frikshme. Shpresoj të kemi dhënë ca përgjigje pikpyetjeve që ngre publiku nga shtëpia. Faleminderit Dritan, faleminderit Eldar. Kemi mbritur në fund të programit të nderuar teleshikues. Ju falenderojmë për vëmendjen. Ju kujtojmë takimin të ardhshëm, i cili do të jetë sërish në po të njëjtën orë në orën 8. Deri atëherë, mirupafshim.